Në vazhdimet e seancës konstitutive më 19, 23, me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 maj dhe me 2 qershor 2025, subjekt politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK, nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati kvorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj AK-n nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit, nuk ka propozime, lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Votën për kanë dhënë 53 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, nuk kemi kvorum. Ndërpritet seanca, takohemi më 5 qershor në orën 11.